Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Credo Krishti. Shumë nderuar ashkëlqësia juaj i Mzot Zëvgashi, argjipesh në penzion i Arkidioqezës së Tivarit, të nderuar vëllezër mështar gjithsejni këtu, i dashur Don Krist dhe Ted dhe Mark Shtjepni, rektor i seminarit në Shkodër, që i edukon mështar të ri edhe të dioqezës tonë. Të dashur seminarist, ju motrat të nderit të gjitha kongregatëve që jeni të pranishëm, të dashur gjithë besimtarë që keni ardhur nga vendet e ndryshme dhe ju që do të palizohi sot këto në kishën e Letnicës. Është vërtet një moment të mirë, një moment feste, një moment gëzimi, një moment harreje, një moment kur ne do të donim të preknim pekun e Krishtit dhe të madhnonim edhe emrin e tij, por që ai sigurisht na përgjigjet ne në këtë festë e ngritjes së Zotit në qiell, njëjtë sikur përgjigjej asaj gruaje në Ungjil. Vërtet, më të lumtur janë ata që e dëgjojnë fjalën e hyjet dhe e zbatojnë ata. Që do thotë se nuk mjafton vetëm të dëgjojmë, por duhet edhe ta zbatojmë ato që dëgjojmë në jetën tonë të përditshme. Nuk mjafton vetëm të thojmë që besojmë, por duhet të jemi dëbit e atij që besojmë dhe duhet të jemi sikur ai që i besojmë Jezu Krishti. Me jetë, me vepra, me vujtje, me sakrificë, me shpresë, me gëzim, me dashuri dhe me fe. Vëllezër dhe motra fort të dashur. Kemi ardhur këtu në këtë shejtnore me shumë jetë të zemrave tuaja, të zemrësime. Kemi ardhur këtu nga vende të ndryshme të dioqezës tonë dhe më larg, me një lutje në zemër për të shpreh përpara nënës së Zotit tonë Jezu Krishtit. Kemi pru me vetën tonë ashtu siç është. E mërzitur, e lumtur, pak e të shprume, ose plot shpresë, pak me dyshime, ose plot fe, në dhimbje, ose me trishtime tona dhe të jetës përditshme, ose me gëzime dhe falënderime tona për të thënën Zotës falënderit. Kemi ardhur kështu siç jemi, besimtar, të thjesht, por me gëzimin e madh të Virgjinës Marie që takonte Elizabetën, Ungjillin në të cilën do ta lexojmë nesër. Sepse gëzimi i shpirtit që bëron nga takimi me Zotin
ai du të shpëndahet, du të bashkëndahet me të tjerët, dhe klithma e shpirtit nuk shkon vetëm drejt qiellit për ta falendëruar Zotin, por shkon edhe drejt njëri tjetrit për të gëzuar me njëri tjetrin për këtë dhuratë. Këndej, kur ne themi që kemi ardhur në Letnicë, nuk e menojna vetëm një fshat ose një vend gjeografik të Kosovës. Kur thojmë që kemi ardhur në Letnicë, nuk e menojna atë vetëm një shetnore këtu të kjo kish, ku Zoja e Bekume adhurohet e lavdrohet në shekuj. Nuk kemi ardhur këtu në këtë vend as për atë arsye se këtu mlidhen shumë njerëz e vinë të gjithë besimtarët, por kemi ardhur sepse këtu është memoria, është kujtimi i shpirtit tonë. Kemi ardhur sepse këtu është vend shpëtimi i fesë katolike në popullin tonë shqiptar. Është treha e shpirtit të krishterë. Kemi ardhur këtu sepse këtu është nxitja e shumë djemve dhe vajzave që kanë njoftën Krishtin e që e kanë planuar udhëzimin me tij të kryen veprat e mëdha në këtë botë. Duke qenë burra dhe gratë të ndershëm të këtij vendit. Duke qenë meshtarë dhe motrat kësaj kishe, dhe duke qenë në shenjtër të qiellit edhe martir, sigur është Nën Tereza, sigur janë martirët e fundit në Shqipëri, e që janë prej këtij vendi. Kemi ardhur këtu për ta përfunduar shpirtin tonë. Këndej, në këtë moment, du të përpiqemi të derdhmi nga shpirti jonë dhe zemra jonë çdo lutje që ja drejtojmë Nanës së Zotit tonë. Të ja shprehemi çdo brengë në heqjen e zemrës dhe t'i thojmë dhe t'ja kërkojmë ndihmën dhe mbrojtjen që të mund të jemi ata të cilët do të dinë të ruajnë besnikërisht dashurinë për Zotin, fenë e kishës dhe dashurinë për këtë vend e për popullin tonë. Sepse sot Kosova ka nevojë për besimtar që nuk e trumpetojnë me lavdi e me krenari atë çfarë besojnë, por që në përvojtëni e zbatojnë në jetën e tyre mësimin e Zotit tonë Jezu Krishtit. Ungjillin e tij, e që nuk dalin për të shpallë në thyrje për të tjerët, por që dinë të shpalosin dashurinë e zemrës vetë për të gjithë. Ashtu, atë dashuri që ne i ka dhuruar Krishti, për të falë ata të cilët nuk na i kërkojnë faljen, sikur e thonë të Krishtin nga kryqi. Derisa atje poshtë ata që e vritnin thoshin, nëse o bini hyjët, letën tregoj fuqinë e vetë, por fuqia ti buronte nga zemra e mëshirës dhe dashurisë, duke thonë falje o Zot, se nuk dinë çfarë bajnë. Kështu pra, vëllezër dhe motra fort të dashur.
Kur thash se është një memorje, ky vend, atëherë në këto vite, e në këtë vit sidomos, i kujtojmë martirët e Karadakut, të cilët në këtë vend e prunë vendimin për të dalë për para autoritetet e vëpardeshme otomane, e për të thënë në duam i të jetojnë fen dhe lirin tonë. Ani pse u përzekutuan? Ani pse e psuan duke i dëbuan nga këtu? Po i mbetën besnik vendimi tyne. Dhe ndërmjetësia e Zojës, angazhimi i Pater Anton Marojević, i cili ka qenë famullitar këtu, mbështetja e miqve evropian dhe vullneti i pathyeshëm i tyre ju ka mundësu që të kthehen përsëri. Këndesh për neve këtu kujtesë. Kur thash se këtu është vend zbulimi i entuziazmit shpirtit atyre që janë zgjedhur, nuk e thash vetëm për të treguar ata se çfarë kanë bën burra dhe gra, Murgesha dhe Priftrinë, Nona Tereze, që ka prunë këtu një vendim për të thënë po unë do të marr misionin tim. Por është një mundësi që secili prej nesh të hesht ose mrena heshtjes së urat të zemrës vetë dhe këtij momenti të shenjtë të mendoj ose të dëgjoj përshpëritjen e Zojës, bëni si që thot ai. Pra si që thot biri i saj, sepse Zoja nuk na çon askund. Ajo na çon vetëm te biri i Zotit, te Zoti jon Jezu Krisht. Që të veprojmë ashtu sikur na mëson ai. Që të durojmë ashtu sikur ka duruar. Që të kemë guximin për ta dëshmuar të vërtetën ashtu sikur e ka posaj. Është vërtet edhe një gjë e bukur për të thonë në sonte në këtë vend dhe këtë moment shenjtë. Ne kemi bërë shumë hapa për të ardhur deri këtu. Sidomos ata që kanë shtektuar me mu për vitjes, i kanë bërë mbi 15.000 hapa. Por gjurmët të aty në hapave, nëse nuk mushën në këthim, me shprejsë, për një jetë më të denjë, më të devotshme, e më të ndershme nesër, atëherë vetëm jemi ndjerësit kot. Sigurisht që ne kemi ardhur këtu dhe prekemi petkun e Zojës dhe prekemi këtë vend shenjtë, por nëse nuk e lejojmë atë na i prek zemrën, e sidomos nëse nuk e lejojmë dëbirin e saj që të na i prek zemrën, sigur e prek zemrën asaj gruaja që ja preku petkën, ne nuk do të ndryshojmë asgjë. Ne në vërtet mund të nesim një qirje, do të dalmi me qiri për të bërë procesionin sante rreth saj shetnore, por nëse mbetim në terën e urrejtjes tonë dhe nuk shkojmë u pajtue me tjetrin, e nuk shkojmë me prunë gëzimin dhe paqen në familje ku jetojmë, e në vendet ku i kemi shtëpiat ose ku punojmë, atëherë ne kemi metën prapë në terë, rani të kemi djegë qirin dhe dritën e tij. Pra, nëse kemi ardhën këtu, le të mendojmë si do të kthehemi te shtëpia. Dhe le të kuptojmë se çfarë na vjen në neve gjithë ajo që kemi, nëse
në mungon dashuria. Qa në rrinë gjithë ajo lavdi që mund të marrë prej njerëzve, nëse në mungon paqja e shpirtit. Qa në rrinë gjithë ajo arritje që mund të kemi sukses në jetët tona, nëse nuk mund të flejmë rahat në jastekun e shtratit tonë. Është thirrje e shpirtit të Zojës bekume që të na çojë në dritën e të birit të vetë, që të na mosh me dashurinë e tij dhe që të na mundsoj ta duam me atë si që donte ajo, përvitmisht, denjësisht, shejtënisht dhe me dashuri të pafundme. Duke i lutur asaj sot për ju, i afrohemi gurës e pagëzimit dhe i ftojmë këto bijë dhe bija të reja që sot do të pagëzohen, që të jenë të qëndrueshëm në fej e që të ndezin zemrën e tyre me këtë dashuri, me këtë dritë, dhe të mbushin me këtë paqe, e të jenë bartës të këtij premtimi dhe të këtij besimi, kësaj dashurie për Zotin e për vendin, për kombin e për gjithë njerëzimin. Amen.